Përshëndetje, ku jemi këtu me parashtrimin e datës 13, data 13 tetor të 2025-s. Duke se kemi një ditë të rëndësishme në plan par, e vështirë në lidhje me takimet ose vendime që do të merrni, sepse ka të bëjnë për një çështje madhore, sepse çfarë vendosim sot është për të ardhmen. Dhe kjo do të thotë që vërtet neve mundemi që të kemi disa gjëra pozitive ose disa gjëra që neve mund të arrijmë atje ku duam, por gjithsesi kjo periudhë kërkon vëmendje, kërkon kohë, kërkon mundësi në atë çka duam të bëjmë. Meqense kjo ditë duket se paraditja na mëson shumë, sepse fillim javë të mbar ju uroj kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë, dhe gjithashtu në anën tjetër ka diçka që vërtet na mëson shumë që neve të marrim vendime të rëndësishme, na mëson shumë që neve të mos bëjmë gabimet siç kemi bërë në të shkuarën. Dhe kjo do të thotë që vërtet ka një kuptim mes asaj që është e realizueshme dhe mes asaj që është e vështirë, por përfitojnë shumë dhe shenjat e zjarrit, siç janë dashi, siç janë luanët, shiketari, por nuk ngelen pas dhe shenjat e ujit në një farë mënyre të dhjetëçit të parë që kanë një mundësi, siç janë gaforet, siç janë akrepët edhe peshqit. Por gjithsesi është momenti dhe koha e duhur, nëse duam këtë javë, këtë ditë sotme, që neve të nisim nga sot, prandaj është e vështirë, sepse do të marrim disa vendime që mund mos na pëlqejnë këto vendime që neve marrim, por në krahun tjetër jemi të sigurt për të ardhmen tonë, pra të çka do të bëjmë. Vërtet kushtet që neve kalojmë ose jemi në kushtet pak a shumë vështirësohemi, 99% të njerëzve. Kjo nuk do thotë se çdo gjë është e vështirë dhe e zymt. Jo, është diçka që neve duhet të dimë çfarë marrim, çfarë duam dhe ku do të shkojmë. Nëse dimë dhe jemi të sigurt në atë drejtim që kemi marrë, mos të ndryshojmë gjatë rrugës, atëherë do i arrijmë në finish dhe do jemi shumë të lumtur për një të ardhmet afërt dhe vendimet që merren. Në anën tjetër ka të bëjnë shumë çështjet e komunikimit dhe të marrjeve vendime të rëndësishme. Meqense Mërkuri në trekëndësh që ndodh në një farë mënyrë në lidhje me anën e pozitivitetit që na jep mundësinë, një trekëndësh që bën Mërkuri me Plutonin në fushën e pasurisë së paluajtshme, ku këtu futet shumë ndikimi i akrepëve, sepse akrepët kanë atë të tyren për sa i përket çështjeve vendimtare në lidhje me takimet, lidhje me vendimet dhe ndryshimet të mëdha. Por para se të fillojmë me parashtrimin e 12 shemeve zodiakale, unë ju rikujtoj edhe një herë